Realisht njeriu është përkufizimi I njeriut është në identitetin që ai e ka. Dhe me atë që ai veçohet nga të tjerët. Me ata të cilët ai identifikohet para të tjerëve dhe tek të tjerët. Njeriu gjithsesi që ka identitet dhe janë disa identitete të cilat njeriu megjithatë nuk mund të shkputet nga to, sepse nuk janë në dorën e tij. Për shembull, identiteti familjar është I pashkputur sepse njeriu lind nga prind të caktuar, lind në familje të caktuar. Andaj nuk mund ta mohoj dikush identitetin e tij dhe çdo mohem del shumë qesharak. Njeriu pastaj ka identitetin të cilin nuk e ka zgjedh ai vet. Është përzgjedhje hynore, është përzgjedhje e Zotit. Është identiteti kombëtar, ku njeriu lind në vendin e caktuar, lind në kombin e caktuar, lind në hapësirat e caktuara dhe automatikisht ajo është e bashkangjitur me të, madje Allahu xhallahu na tregon se ai domthon është I cili ja'alnakum shu'uban wa qaba'il, ne ju kemi krijuar në fisë popull, pra që të identifikoheni, që të njihni e pastaj ka thonë që të njihni mes vete, pra që të keni një lloj identifikimi me të tjerë. Në kështu me radhë, pra janë disa identitete të cilat njeriu identifikohet me to dhe ato janë të pashkputura nga njeriu. Feja hoxha është identitet? E pastaj janë disa identitete të tjera të cilat njeriu megjithatë ka një lloj lirie në përzgjedhjen e tyre. Sigurisht se ato pastaj I kanë vlerat dhe rëndësitë dhe gjithashtu edhe përgjegjësitë. Dhe nuk duhet harrojmë se në identitete të cilat njeriu nuk ka alternativë zgjedhje, por janë të pashkputura prej tij, njeriu nuk do të japë përgjegjësi para Zotit. Ato I shërbejnë atij, I nevojiten atij, I përdor ato, domthon I shfrytëzon ato e kështu me radhë, por nuk ka përgjegjësi para Zotit. Andaj ne nuk do të japim përgjegjësi pse kemi lindur shqiptar. Arabi nuk ka përgjegjësi pse ka lindur arab, pse është arab. Amerikani nuk ka përgjegjësi pse është amerikan. Por as nuk ka ndonjë vlerë të shtuar. Pra a priori nuk ka ndonjë vlerë të shtuar që njeriu nesër para Zotit të krenohet edhe të mburret ose të kërkoj, po themi beneficione shtesë ose shpërblime ekstra për shkak se ai I përket identitetit të caktuar. Mundet me kanë brenda kohës caktuar në shoqëri. Ato janë brenda kësaj, brenda hapësira ku jetojmë, ku njeriu ka beneficione të caktuara, për shembull identitetet të caktuara po e zëm, kanë përparësi sepse po e zëm, opton me pasaportën cilën ai identifikohet mund të lëviz në vende shumë të mëdha, ndërsa ne kemi pas fatkeqësisht fatën që kemi kufizimin si rezultat I këtij identiteti deri në periudhën e caktuar. Për këtë botë gjithsesi ato janë pastaj ajo fush beteja e madhe e garës së fuqizimit të identitetit. Andaj njeriu ka përgjegjësi pastaj në aspektin e fuqizimit të trujtjes, se do të flasim sigurisht pak më vonë. Ndërsa në identitete të tjera të cilat njeriu ja atribon vetes së tij dhe e hieshon veten e tij apo e shëmton veten e tij me ato identitete, njeriu për to do të jap përgjegjësi para Zotit. Andaj identiteti fetar është identitet pashkputshëm në jetën e njeriu dhe përzgjedhja e këtij identiteti pastaj njeriu e bën përgjegjës në zbatimin e tij dhe gjithashtu edhe para Zotit. Identitete të tjera për shembull identiteti moral. Është moral, po për shembull njerëzit kur doin me identifiku dikan, I thonë është imoral shumë, apo është një lloj identifikimi që ti përmes moralit të caktuar apo e identifikon dikan. Kjo njeriu janë vesh vetes së tij, apo e kundërta, njeriu I pamoral shumë. Apo megjithatë është një identitet që njeriu e identifikon veten e tij. Shkollimi I caktuar, profesioni I caktuar, apo ku njeri përmes tij identifikohet dhe njëkohësisht edhe bashkëvepron me identitetet e tjera të cilat njeriu